Shefi i grupit, zoti Tahiri. Nderuara kryetore, të nderuar deputet, Partia Demokratike e Kosovës edhe në diskutimin paraprak këtu në kuvend i ka dhënë vërejtjet e veta në kuptim profesional, teknik, po edhe reflektimit nevojave që i ka pos buxheti. Ne kem prit që mrena 2 leximeve ka me pos reflektim edhe ka me pos ndryshime pozitive që me u reflektu dhe me u avancu në aspekt profesional buxheti, përtejsoj deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës me shumë përgjithësi, me shumë profesionalizëm, duke potur parasysh nevojat e qytetarëve përmes amandamenteve, gjithsej 32 i kanë propozuar në Komisionin për Buxhet. Në Komisionin për Buxhet nuk është që kanë gjetur vullnet dhe mbështetje amandamentet që i kanë trajtuar temat dhe çështjet që janë jetike, shumë të nevojshme, shumë të rëndësishme edhe për institucionet, edhe për shtetin, gjithashtu edhe amandamenti për rritjen shtesë të mbështetjes financiare për të akuzuarit çlirimtarët në Hog nuk është që ka gjetur mbështetje, andaj në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ne i tërhekum të gjitha amandamentet dhe nuk e mbështetëm këtë buxhet që nuk i reflekton as përbomjen e qeverisë, nuk është dokument profesional, përtejsoj ka shumë defekte edhe për vitin 2026, mirë po do të jetë i dëmshëm edhe për vitet pasuese si rezultat i mungesës të kompetencës dhe përgatitjes profesionale. Faleminderit shumë.